Faleminderit zonja Vokshi, zoti Balliu. Më pas zonja Ina Zhupa. Po. Unë nuk e kuptoj se cila është arsyeja dhe pse duhet që të shkelet kushtetuta në interes të një presupozohet integrimit Shqipërisë duke hequr integrimin. Unë nuk e di si mund të integrohemi nëse ne heqim nga puna e kuvendit Komisionin e Integrimit ku duhet shqyrtuar pikërisht ato çështje. Komision të jashtëm ka patur gjithmonë. Është vënë Komisioni i Integrimit pikërisht për të marrë në mënyrë më të fortë, më të pastër me çështjen e integrimit të Shqipërisë. Aty mund të diskutohet se pavarësisht lojrave që flasin se do integrohemi në Shqipëri, do integrojmë Shqipërinë në Bashkimin Evropian, aty mund diskutohen dhe fondet IPART, të cilat janë integruar në xhepin e Edi Ramës dhe nuk shkuan në bujqësi, dhe prandaj Bashkimi Evropian nuk na jep fonde, e jo më të integrohemi në Bashkimin Evropian. Po ju nuk e doni atë dhe prandaj shkelni edhe kushtetutën. Pak ditë më parë u betuam gjithë. Kushtetuta, ju mbajtët 2 orë fjalim. Kushtetuta. Vjen puna për të respektuar kustetutën, kemi hallin që na ka thënë Suel Qela, Troplini, Ajrat, Bajrat dhe gjithë ata që kanë shtuar këto karrike këtu. Se themi janë shtuar karriket, po janë shtuar dhe bandat bashkë me ju. Mos shkelni gjuhën e lejuar parlamentare që ndroni brenda procedurës. Kjo është gjuha më e denjë e këtij parlamenti. Se dje kur mbajtët fjalimin aty, ju tregova foton tuaj, tani zgjidhni, o respektoni kustetutën, o respektoni Klodian Zotën. Fondet IPART ikën pikërisht tek ai që ishit ju në foton në Itali. Tek ai ikën ato fondet IPART që ju doni të bëni integrimin. Dilni nga procedura. Kjo është procedura, Kjo është procedura, nuk ka që më të rëndësishme në këtë procedurë se sa të respektosh kustetutën. Ju keni mundësinë zotëri të zgjidhni. E keni filluar me turp, duke mohuar të drejtën për të mbajtur 1 minutë heshtje këtu për Azem Ajdarin dhe për Charlie Kirk. E filluat me turp, tani mos e vazhdoni me turp duke shkatruar edhe kustetutën. Për çfarë po kërkon opozita? Një konsensus, një diskutim. Unë se kuptoj këta deputetët që keni këtu kolegët tuaj, nuk kanë një mendim ta? Apo çfarë thonë bëjnë? Ne kemi disa mendime, ne kemi disa propozime. Të mirat këqija, hajde t'i debatojmë. Po ç'është kjo, mbylleni shpejt parlamentin, e t'ikim shtëpi, e të vjedhim në një lek tjetër. Qoftë me fondet IPART dhe qoftë me tjerat. Nuk integrohet Shqipëria në këtë formë. Në qoftë se ne nuk i marrim seriozisht këto çështje, ky vend s'është as i PD-s, as i PS-s. Është i gjithëve. Fëmijë kanë gjithë, qoftë se nuk i marrim me sinqeritet dhe duke respektuar ligjet, rregullat dhe mbi të gjitha kushtetutën e vendit, atëherë thujini njerëzve që ne këtu jemi në shërbim Suel Qelës, Xhevdet Troplinit, Xhap Bavve dhe merruni me ata dhe mos u betoni më te kushtetuta. Faleminderit zonja Ina Zhupa.